Martesat në ditët e sotme nuk i pëlqejnë as pak. Madje thot se më mirë ishte koha kur është pyetur vetëm një njeri, sesa tash që nuk pyetet askush. Pa më lypin, pa më jep babas, pa më pyet mu e qaj. E qajt, kona kanë që kemi shkua. Jo s'kum folu në, jem tuk me folë. E kum pas babën të shtije. Se sa di ba folin, ku po dajnë vetë në ju. Konë koha që ashtu atëjre. Po që tash e që mire, po gjikije me bo, hajtë. E tash pa fejon, po nish jam dao. Hajtë, që me bo? Po, që ka fol 20 i shpis, nuk kanë fol kretë. E tash që onë kretë folin, që onë kama dhe hajtë. Po kusë më kam mësu, këtë vetë i kumë ditë. Po, e ku marë për të prente unë e mësune. Nuk ka pas kush më mësu as bukë, më zanë, as sanë, as kur gjo, këtë i kumë ditë. Sa të kalzova, në kumë pas me fëmi të vajle, pa kam pas shamata, sanë, ma mirë vetën, po vujsh ma shumë. Me ca rogë të vajle, hajtë. Bashko kushre, këtë daonë, se kushin në punë të vetë. Po, më kanë një konate kumë pas, të vjere, buhën, konate në konat më të vogël. Ma mirë vetë. Me djemë të tu, me reja të tua, me bashkësim u konë këtë rinë, zdaon. E pyetur për raportin me bashkëshortet e djemve të saj, Miradia tregon se nuk u aprish qefin asnjëherë. Por mundi thot se nuk i ka shkuar huq pasi që nusët e duan dhe e respektojnë shumë. Kur përmend këtë çështje, Miradies në mendje i vijnë edhe momentet kur kishte qenë vetë nuse. Dhe për të shkuar tek familja e saj, i është dashur që një javë më herët ta luste burrin që ta dërgonte. Kurse tani, ajo thot se nusët kanë liri të mjaftueshme. Ja valla ishë më kone shtirë, qësh kanë desë kanë bëjë, që në të fule. Ja. Për me u prish qefi, kur që akun prish. Gjë kanë desë kanë bëjë. Po, se dhja janë të knaqë në asë janë, shpirët e vetë ja u dhe. Po, përsa ma shumë i kumë guë, sa më kanë guë. Edhe më kanë respektuë, shtë si ja upi. Ketë nusët më kanë respektuë. Pse që u kumë prish kur. Për me ja u prish sa dhe po të ngajnë, ja morën qysh dajnë. Ma mirë më të banë fjallë keqe. Po për me e pengeqa s'kanë pasë. Nuk e kumë, si do vjera, di si lanë rejat me nga një kryje, nuk e kumë. Për kusht të tja u kumë lypë, di kom qefune. Me mi bën sanë, qysh duhe, kretë mi bën kja, qysh duhe vetë. Po është të së një hupi. Kur të me dalë dikon, me vesh, me math, me angor, me pi. Po, me angor, me pi kja, me qëta unë kumë jetu e dajmë. Qysh të i tha